Mëngjesin e kësaj të premteje, qytetet e juglindjes së vendit janë zgjuar nën pushtetin e mjegullës së dendur. Temperaturat kanë zbritur deri në -2 gradë Celsius në zonat urbane, ndërsa në zonat malore shënojnë vlera deri në -7 gradë Celsius. Mjegull e konsiderueshme raportohet në akset nacionale Korçë-Ersek, Pogradec-Korçë, Zëmblak-Goric dhe Korçë-Kapshtic, ku qarkullimi është vështirësuar për shkak të fushpamjes së kufizuar. Sot ka qenë shumë e mjegull. Edhe duhet të marrim masa, tapim dritat, të ulim shqetësinë, të mbajmë distancën, të respektojmë njëri tjetrin, që mos kemi probleme anomali në rrugë. Domethënë është pak rruga jo shumë e sigurt. Të ecin me shpejtësi më të ulët, të përdorin dritat e mjegullës, detyrimisht dhe prezenca e policisë shtetit, bëjnë që dhe drejtuesit e automjeteve të jenë më të rezervuar, domethënë, në shpejtësi. Situatë problematike paraqitet edhe në aksin Qukës-Qafpllocë, ku mjegulla e dendur ka ulur ndjeshëm dukshmërinë, sidomos në orët e para të mëngjesit. Policia rrugore u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të lëvizin me shpejtësi të kontrolluar, të mbajnë distancën e sigurisë dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore me qëllim shmangjen e aksidenteve në këto kushte të vështira atmosferike.